Përshëndetje, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të ProLigj. Sot do të trajtojmë një temë shumë interesante dhe shumë me kuriozitet për publikun. Kur themi marka, nënkuptojmë kryesisht me perceptim publik ato brendet e shtrenjta që ne shqiptarët shpeshherë i ngatërojmë. Dhe për të folur për marka tregtare, kemi ftuar sot avokate Irma Cami, e cila ka një eksperiencë 20 vjeçare tek të drejtat e pronësisë industriale dhe është ekspert e kësaj fushë për të trajtuar në veçanti markat dhe e ftoj të vetë prezantohet. Mirë se erdhe Irma. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën dhe ju përgëzoj për podcastin. Të flasësh për ligj është gjithmonë ka një nevojë konstante për të folur për ligjin, sepse në eksperiencën time 25 vjeçare duke punuar si avokate, një nga mundësia, gjithmonë jam nisur nga parimi që një mundësi që gjërat të ndryshojnë është ligji. Domethënë duke ditur dhe qytetarët, duke patur informacion në lidhje me ligjin, ose duke ditur se ku duhet të drejtohet për të marrë një konsulent të mirëfillt ligjore, është mirë të ketë një uri specifike ligjore. Kështu që ju përgëzoj për iniciativën dhe për podcastin dhe ju uroj suksese të mëtejshme dhe gjithgjasisë më shumë. Shumë faleminderit Irma. Prezantimi nuk kam nevojë ta them sepse ju e thatë shumë mirë. Unë të përditshmën time prej gati 20 vjetësh merrem ekskluzivisht me çështje që kanë të lidhura me pronësinë intelektuale, përfshirë copyrightin, patenta, por kryesisht me markat. Sepse kjo është çështja, markat janë një nga çështjet që janë më sensitive dhe kanë më shumë problematike. Kur themi mark tregtare, Irma, çfarë nënkuptojmë në gjuhë të thjeshtë? Po, në gjuhë të thjeshtë. Ka një përcaktim ligjor në lidhje me markën, po ne ta thjeshtojmë, sepse nuk do i referohemi dispozitave. Po marka është një shenjë ose kombinim shenjash e cila është e aftë të dallojë, të diferencojë produktet e një mallra dhe shërbimet e një kompanie nga një kompani tjetër. Kjo është në termat përgjithshme marka. Ky është një përcaktim i bërë nga legjislacioni shqiptar dhe është kudo, është një përcaktim gati universal, që gjithë legjislacionet e botës e kanë një përkufizim të tillë. Marka është një shenjë ose kombinim shenjash e cila funksioni i saj është të bëjë të dallueshme mallrat e shërbimet e një kompanie nga një kompani tjetër. Pra marka mund të jetë njëkohësisht edhe një logo e cila përfshin dhe fjalë tek ajo, apo jo? Po, është një kombinim. Kur them shenjë dhe kombinim shenjash ka një pafundësi. Domethënë ligji nuk përcakton një listë, nuk liston, dhe kjo lista nuk liston disa gjëra, por kjo listë nuk është ezauruese. Domethënë kjo listë nuk është ezauruese dhe kombinim, kur flasim shenjë ose kombinim shenjash, kemi parasysh mund të regjistrohen marka fjalë. Për shembull, uji Selita ka emër, elementi verbal. E cila, meqense jemi këtu, uji Selita, pronari i kësaj marke është Blu Imperial. Elementet e kësaj marke, lutem, ta demonstrojmë. Unë do të këshilloja pronarin e markës që të regjistronte markën Selita vetë thjesht si fjalë, sepse krijon më shumë mbrojtje. Plus që Selita mund të regjistrohet fjalë dhe logo. Siç është, unë djenin time di që Selita është regjistruar dhe i ka administruar në mënyrë ligjore të drejtat e tyre të pronësisë të markave. Selita mund të regjistrohet edhe si logo, fjalë dhe figurë. Këtu është Selita fjalë e stilizuar, është edhe kjo jeshilja këtu, ngjyra jeshile, dhe ky rombi këtu që e shikojmë. A ka një kufizim për sa i takon? Sa ngjyra mund t'i mbrojmë dhe sa element mund të mbrohet tek një markë? Pafundësisht element. Pafundësisht. Mjafton që kjo të jetë marka që do të regjistrohet. Kjo të jetë marka që do të përdoret në kursin e tregut, sepse është e rëndësishme që marka të regjistrohet ashtu siç përdoret edhe në kursin e tregut. Pronari një marke mund të jetë urdhëron, po. Të ashtu dhe diçka tjetër, marka mund të jetë, e tham fjalë, vetë thjesht fjalë, që mund të jetë Selita, mund të jetë fjalë dhe figurë, siç është kjo vizura këtu, fjalë dhe figurë, mund të jetë edhe formë tridimensionale. Dhe në djenin time, Selita vetë është regjistruar, ka formën e shishës. Shishja është regjistruar dhe si markë, sepse është formë tridimensionale dhe mund të regjistrohet, mund të marrë mbrojtje dhe mund të aplikohet edhe si markë, formë tridimensionale. Cila është procedura e regjistrimit të një marke? Dhe një markë, pronari një marke mund të jetë individ dhe person juridik, si funksionon? Kjo është shumë interesante që shpeshherë ngacmon shumë publikun. Aplikuesi i një marka mund të zotrohet nga kompani, nga person fizik,
se jo vetëm kompanitë, këto kompanitë e mëdha që regjistrojnë markat e tyre, por edhe një person fizik. Le të themi një parukieresh, sallon bukurie. Një parukeri që ofron disa shërbime të caktuara. Mund të regjistrojë emrin e vet si markë. Një dyqan i thjeshtë që reklamon ose tregton gjëra të ndryshme. Mund të regjistrojë si markë. Markë mund të regjistrojnë kompanitë, personi fizik që ushtron një aktivitet tregtar, por mund të regjistrohet dhe nga individet. Një individ, le të themi, gazetarë të ndryshëm që bëjnë emisione të ndryshme. Titulli i emisionit duhet regjistrohet si markë. Dhe në këtë rast, dhe një individ ka të drejtë të fitojë nga ligji për pronësinë industriale dhe ka të drejtë të aplikojë të jetë mbajtës i një regjistrimi të caktuar për markën. Sa zgjat një procedurë regjistrimit të një marke nga momenti depozitimit të regjistrimit të markës deri në ezaurimin dhe marrjen e certifikatës së markës? Relativisht ka disa përcaktime ligjore. Ligji ka përcaktuar disa afate, por në terma të përgjithshme mund të flasim që një regjistrim nga aplikimi deri në finalizimin e regjistrimit shkon diçka ke 8 muaj. Në fillim marka ekzaminohen formalitetet, le të themi që nëse individi është nëse formalitetet që është depozituar nga individi caktuar dhe ai është autorizuar të regjistrojë të aplikojë markën në emër të një kompanie caktuar dhe më pas ekzaminohen edhe shkaqet absolute. Duhet kuptojmë, siç e folëm, që marka jo çdo shenjë regjistrohet si markë. Janë disa shenja që ligji i ka skualifikuar nga nuk i jep mbrojtje, nuk e regjistron dot si markë. Cilat janë ato që edhe njerëzit ta kenë të qartë kur të drejtohen për regjistrimin e një marke? Në terma të përgjithshme, ato janë terma përshkrues, që përshkruajnë mallra dhe përshkruajnë karakteristikat e mallrave dhe shërbimeve. Le të themi, nëse Apple do regjistroheshe për një dyqan që tregton moll, nuk do mund të regjistroheshe si markë, sepse është element përshkrues, është fjalë përshkruese që përshkruan cilësinë e karakteristikat, llojin e mallrave që do mbuloj. Sepse është shumë e rëndësishme te marka të kuptojmë. Marka përbëhet nga shenja, ose kombinimi i shenjave, përbëhet edhe nga mallra dhe shërbime, sepse kësaj marke ne do t'i bashkalidhim mallra dhe shërbimet e caktuara. Ka një klasifikim ndërkombëtar që flet për mallra dhe shërbimet, nga 1 deri 35 janë mallrat, kurse nga klasa nga 1 deri 34 dhe nga 35 deri në 45 janë klasifikohen shërbimet. Irma, dua të qëndrojmë pak te ky lloj klasifikimi, duke qenë se ky regjistrimi i markës mund të ndodhi nga vetë individi në mënyrë të drejtpërdrejtë ose nga personi juridik, por ju rekomandoni, kam përshtypjen që kjo të bëhet me një person të autorizuar, të njohur nga TPPI-ja. Çfarë përfitimesh ka ky lloj regjistrimi dhe efekti juridik i këtij lloji regjistrimi, krahasuar me çfarë gabimesh bëjnë njerëzit në regjistrimin e një marke? Kompanitë shqiptare, sepse marka nuk e regjistrojnë vetëm kompanitë shqiptare, ja dhe kompanitë huaja që regjistrojnë markat. Madje në dijenin time, deri të paktën deri disa viteve ata dominonin. Markat e regjistruara nga kompanitë huaj dominonin, kishin kulturës të mbrojtjes së markës. Kulturës së mbrojtjes. Kurse tani ka filluar biznesi shqiptar, është në fillim të vetë dhe ka filluar të kuptojë rëndësinë e markës dhe falë ndërgjegjësimit të madh që ka bërë drejtoria e markave, drejtoria e pronësisë industriale. Biznesi shqiptar ka filluar të ndërgjegjësohet për efektet e markave. Mund të themi që bizneset shqiptare ose aplikantët shqiptar nuk e kanë të detyrueshme të kalojnë ndërmjet një përfaqësuesi të autorizuar. Domethënë, ata mund të aplikojnë direkt në mënyrë të drejtë për drejtë. Por unë do të këshilloja që në çdo rast ata duhet të këshillohen nga ekspertë të fushës, sepse është shumë e rëndësishme një markë po nuk u bashkalidh me mallra dhe shërbime të caktuara, nuk ka një vlerë të madhe, sepse marka është shenja dhe kombinimi i shenjave, po kjo duhet të bashkalidhet përsëri. Kjo shenjë duhet u atribuohet mallrave dhe shërbimeve për të cilën ajo do të ushtrohet veprimtari tregtare për këtë markë. Dhe është mirë, sepse marka një regjistrohet dhe në momentin që nuk ke mundësi do të shtosh, absolutisht jo, nuk lejohet. Ose të modifikosh pamjen, absolutisht jo. Kështu që
unë do të këshilloja që kur koncepton një markë, nuk do të mos kufizohet vetëm ke mallrat që përdoren për momentin ose shërbime që ofrohen. Po në perspektivën afatgjatë të biznesit zhvillimi. Dhe duke folur edhe për regjistrimin e markës, është shumë e rëndësishme ta citoj, e thamë, 8 muaj zgjat gjithë procedura, por shumë e rëndësishme theksohet që marka e fiton të drejtën e mbrojtjes që në momentin e depozitimit. Pavarësisht se sa zgjat procedura mund të shkojë 8 muaj, po për shkak se marka mund të kontestohet nga persona të tjerë që mendojnë, që pretendojnë që marka që përregjistrohet është e ngjashme ose krijon konfuzion me atë, procedura mund të shkojë edhe disa vite, por e rëndësishme është përfundimi i procedurës. E rëndësishme është që data e depozitimit të aplikimit është data kur marka i përket datës së mbrojtjes. Meqense markat, sipas ligjit shqiptar, mbrohen për një afat 10 vjeçar. Do të thotë që numërimi i këtij afati 10 vjeçar nis nga data e depozitimit dhe jo nga momenti i regjistrimit përfundimtar të markës. Shumë saktë. Duhet kemi parasysh data e depozitimit. Edhe afati 10 vjeçar, ne themi që marka ka një vlefshmëri, siguron pronarit markës, një vlefshmëri për 10 vjetësh me të drejtë ripërtëritje pafundësisht. Është shumë e rëndësishme të theksohet kjo, sepse në ndryshim nga asetet e tjera të pronësisë industriale, siç janë për shembull dizenjo industriale ose siç janë dizenjo industriale, flasim këtu, e ka një afat 25 vjeçar, kurse marka e ka afatin e mbrojtjes pafundësisht. Mjafton që të kryet të çdo 10 vjetëve, duke filluar nga data e depozitimit, aplikuesi të depozitoj, të bëj rinovimin e markës. Për shembull, në botë ne jemi koshent të marka 200 vjeçare. Coca-Cola mendohet të jetë gati 200 vjeçare. Dhe regjistrimet e tyre kanë qenë shumë të hershme. Janë marka pafundësisht, sepse çfarë ndodh? Ripërtërien në mënyrë konstante dhe në mënyrë të pronarët e markave janë shumë të kujdesshëm. Të drejtën ligjore për ta ruajtur markën. Irma, duke qenë se e theksuam që afati është 10 vjeçar, nëse një person, individ apo person juridik mbron një markë, por nuk fillon të ushtrojë veprimtari tregtare në raport me klasat që ka mbrojtur tek marka, sa është afati që mund ta mbajë këtë markë dhe pa u revokuar si markë? Po, është shumë e rëndësishme të kuptohet edhe kjo, sepse kemi afatin 10 vjeçar të vlefshmërisë, por ligji ka përcaktuar dhe një afat tjetër që është 5 vjeçar dhe në krye detyrimin e pronarit të markës ta përdor markën në mallra dhe shërbimet në të cilat ajo është regjistruar. Dhe ky afat tolerance, le të themi afati i tolerueshëm për mospërdorim, është 5 vjet nga momenti i regjistrimit. Që do të thotë, nëse marka, le të themi një markë e caktuar është regjistruar, por nuk përdoret për një afat të prandër për 5 vjeçar, atëherë ai është subjekt kundërshtimi nga palët e tjera. Që duan sepse është regjistrimi i një marke okupon atë hapësirën për të bërë biznes, dhe në momentin që pronari i markës nuk ka interes, se nuk po e tregton. Ta përkthejë ato në veprimtari tregtare, nuk mund të kufizojë të tretët. Nuk mund të kufizojë dhe për këtë është menduar. Duke qenë se ndalojmë pak tek veprimtaria tregtare, e cila është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me regjistrimin e një subjekti në qendrën kombëtare të biznesit. A është regjistrimi në qendrën kombëtare të biznesit një regjistrim marke? Se ka një keq kuptim dhe një konfuzion të theksuar për sa i takon. Nuk mund ta themi që regjistrimi i QKR në qendrën kombëtare të biznesit na mundson edhe të drejtat mbi marka, absolutisht. Pra ta theksojmë, janë procedura tërësisht pavarura? Tërësisht pavarura, por duhet kemi edhe një gjë që duhet kemi. Siç e tham, marka është një fjalë, mund të jetë një fjalë. Në momentin që në qendrën kombëtare të biznesit figuron një kompani ose një subjekt, person fizik, që përdor një emër tregtar të caktuar, ai ka një lloj mbrojtje nga ky emër. Për faktin publik më shumë. Për faktin që e ka regjistruar dhe për faktin që ai po e përdor. Sepse është shumë e rëndësishme edhe një emër tregtar i përcaktuar mirë, se kur flasim për logo edhe për marka, fjalë dhe figurë, nuk mund të nuk e bën dot në mënyrë demonstrative në qendër. Del përtej hapësirës, sepse në qendër kombëtare të biznesit mund të regjistrosh vetëm emrin, elementi verbal, asgjë tjetër. Dhe nëse ky element verbal i është bashkalitur në mënyrë të kujdesshme, mallra dhe shërbimet në të cilat tek fusha e veprimtarisë, mund të themi që ai mund të sillet edhe si markë, por garancinë, domethënë, kur sillet si markë kemi parasysh që ai mund të godas emri tregtar i regjistruar në qendër kombëtare të bizneseve, mund të godas dhe një markë të mëvonshme, që është
identik me emrin e biznesit. Por unë në eksperiencën time do këshilloja që në çdo rast regjistrimi QR në qendrën kombëtare të bizneseve nuk duhet të njësohet me regjistrimin e markave. Domethënë gjithmonë kompanitë, persona duhet të jenë procese të pavarura dhe duhet të sigurojnë të administrojnë të drejtën e markës që administrohet vetëm nga autoriteti publik që është Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale. Shumë e qartë. DPPI-ja ka një regjistër ku afishohen markat e mbrojtura dhe jepet informacion aty. Tani, të jemi pak më shumë praktik. Në rast se ndodh që një emër tregtari, një kompanie X, është regjistruar në QKB dhe ka disa vite që është regjistruar në QKB. Por ka një fushë veprimtarie të kufizuar dhe del një person, qoftë individ apo një person juridik, që atë emër bashkë të implementuar vizualisht me një logo e tjera, shkon dhe regjistron në DPPI. Dhe gjatë kohës që është afishuar, është publikuar, nuk ka hasur dhe nuk ka pasur kundërshtime nga personi që ka emrin tregtar, sepse ky i fundit nuk e ka vënë re. Çfarë ndodh në këto raste? Sepse ai e finalizon procedurën e regjistrimit të markës dhe njëri ka markën dhe tjetri është regjistruar në QKB më përpara në kohë. Parashikohet mjete ligjore, edhe që të goditet një markë e mëvonshme, dhe në fazën e kur flasim për një markë e mëvonshme, është një markë regjistruar më vonë se një markë tjetër e më parë, në raport me një markë tjetër, gjithmonë. Edhe këtu, markë e mëvonshme është ajo gjithmonë, ajo e regjistruar ose aplikuar më vonë se emri tregtar i regjistruar. Tani, legjislacioni shqiptar ka parashikuar mjet ligjore për goditjen për kundërshtimin e një marke që mund të jetë në fazën e aplikimit, marka mund të goditet edhe në fazën e aplikimit, një markë e mëvonshme mund të kërkohet refuzimi i mbrojtjes në drejtori të një aplikimi. Sepse çfarë ndodh me aplikimin? Me aplikimin është ekzaminohet shkaqja absolute, pastaj nëse verifikohet, drejtoria e verifikon që marka mund të regjistrohet, e publikon në buletinin zyrtar. Dhe nga buletini zyrtar, publikimi i buletinit zyrtar, për 3 muaj rresht, marka mbetet e hapur, aplikimi për markë, sepse akoma nuk është maturuar për regjistrim. Nuk është regjistruar definitivisht. Aplikimi për markë mund të kontestohen nga palët e treta, që mund të jetë pronarët e mëparshëm, pronarët e markave të mëparshme, që pretendojnë që marka që regjistrohet është e ngjashme, është identike po dhe e ngjashme, se marka domethënë ligji jep mbrojtje një marke, jo vetëm të godas një markë identike, po të godas një markë që është e ngjashme me të. Kështu që dhe me publikimin, nëse ky mjet ligjor nuk realizohet, ka një tjetër. Pasi marka është regjistruar, marka që synohet që kërkohet të regjistrohet, pasi marka është regjistruar, mund t'i drejtohet përsëri Drejtorisë Përgjithshme e Pronësisë Industriale, ku të hapesh një procedurë administrative dhe të kërkosh regjistrimin e markës për shkaqe që pronari mendon të... Në rastin e ezaurimit të rrugës administrative, që kalon ndërmjet bordit të apelimit të DPPI-s. Dhe ky i fundit, Allkat. Është Ti shpjegojmë Allkat dhe më pas çfarë të drejtë ka ai që kundërshton një markë për ta çuar në gjykat, duke ezauruar rrugën gjyqësore, e cila është nga rruga administrative drejt gjykatës. Ka një rrugë administrative, si për të kundërshtuar markën në fazë aplikime, si të kundërshtosh regjistrimin e një marke në fazë pasi ka mbaruar, do i drejtohemi në çdo rast Drejtorisë Përgjithshme të Pronësisë Industriale, DPPI. Dhe aty ka 2 instanca. Dy instanca brenda të cilët gjykohet. Është doma e kundërshtimeve, që bëhet fjalë për kur kundërshtohet aplikimet në fazë, domethënë marka në fazë aplikimi dhe doma e pranveshmërive kur kontestohet marka në fazë pasi ka mbaruar. Dhe procedura në përgjithësi aty zgjat, këto doma funksionon me një kurum, pra 3 antarësh, përbërë nga 3 antarësh, dhe pas saj procedura zgjat në përgjithësi 7-8 muaj, dhe pas saj kalohet ke bordi i apelimit, që është përsëri struktura e brendshme e Drejtorisë Përgjithshme e Pronësisë Industriale. Bordi për momentin nuk funksionon, sepse ashtu e tillë është formuar. Si zgjidhet ky ngërç ligjor në momentin që bordi nuk Ngërçin e presim me miratimin e ligjit të ri, ne presim që ky ngërç të zgjidhet, sepse bordi përbohet nga 5 antar, po 2 prej këtyre janë të jashtëm. 3 prej këtyre janë të drejtorisë dhe 2 prej këtyre janë të jashtëm dhe për të siguruar për siguruar paanshmërinë e DPPI-s. Teorikisht është mirë, po në praktik nuk ka kandidatura për të qenë ekspert të jashtëm që mund e qartë. Dhe kështu, po
pritet të zgjidhet me ndryshimet me ligjin e ri dhe me rregulloret që do dalin I cili ta theksojmë ka hyrë në fuqi këtë vitin koherent që ne flasim. Në 16 gusht të 2025. Kjo do ishte një reformë. Cilat janë kostot e një regjistrimit të një marke? Që njerëzit jenë të mirë informuar për sa i takon këtij aspekti. Unë duhet të flas për kostot zyrtare. Ato bazike të zyrtarit, patjetër. Përjashtuar ekspertët nëse zgjedhin që ta bëjnë me profesorë të autorizuar. Ekspertët ne nuk kemi një. Ajo është tregi lirë privat, nuk i hym dot. Edhe ne nuk mund të flasim për këtë. Po për kostot zyrtare është nëse marka do të regjistrohet, do të mbuloj vetëm një klasë, po në përgjithësi unë do sugjeroj gjithmonë kur analizoj, kur bëj një diagnostë se si do regjistrohet marka, mund të kaloj më shumë se një klasë. Nëse regjistrohet vetëm një klasë, atëherë kosto totale e aplikimit për regjistrimin shkon në 13.400 lekë të reja. Flasim të reja. Është një kosto relativisht e pranueshme duke menduar që është 10 vite vlefshmëria. Është pronë. Marka është pronë. Prandaj thuhet, marka është një nga asetet e pronësisë industriale. Është pronë. Kështu që duhet të investojmë për ta patur këtë pronë. Dhe regjistrimi, sepse marka funksionon në baza territoriale. Në momentin që nuk kemi një regjistrim, të drejtat e pronarëve për të mbrojtur markën, se në fund të ditës çfarë është marka? Marka është gjithë investimi që ka bërë pronari. Ka investuar në atë emër, nuk është thjesht një emër. Gjithë përpjekja dhe gjithë investimi që ka bërë pronari ndër vite. Dhe në momentin që kjo e drejtë nuk është regjistruar, atëherë nuk mund të flasim dot për mbrojtje të markës. Vetëm pastaj flasim për markat mirënjohura, po duhet ta provosh që marka është e mirënjohur në territor caktuar, duhet kalojë shumë kohë, duhet të jenë minimalisht 10 vjet që marka të konsiderohet e mirënjohur, duhet të kesh shumë të dhëna në lidhje me sa intensiv ka qenë përdorimi dhe gjithë atje. Kështu që që të realizojmë mbrojtjen e markës, së pari duhet të sigurojmë regjistrimin e saj, sepse marka ka edhe karakter territorial. Mund të flasim shumë për marka ndërkombëtare, por to marka ndërkombëtare do të jetë regjistruar në Shqipëri, ndryshe nuk mbrohen. Të ndalojmë pak te regjistrimi i markës në aspekt ndërkombëtar ndërmjet DPPI-s gjithmonë, sepse mund të ketë interes, regjistrohet një markë si fillim territorin e Republikës Shqipërisë dhe personi që e zotron këtë markë mund të ketë vizion për ta zëruar ndërkombëtarisht. Si veprohet në këtë rast? Dhe mund të them që bizneset shqiptare kanë filluar të regjistrojnë regjistrimin e tyre, të sigurojnë regjistrimin ndërkombëtar të markave të tyre. Në bizneset shqiptare. Në momentin që një biznes shqiptar del përtej territorit shqiptar, gjëja e parë që duhet mendoj, synon tregjet e huaja, kur tregjet e huaja nuk them tregjet edhe lokal, tregjet le të themi rajonale, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, Serbi, sado modest jetë, duhet të regjistroj markën në këto territore, sepse marka ka karakter territorial. Në momentin që e ka regjistruar Shqipëri, është e vlefshme për Shqipërinë. Po në momentin që nuk ka një regjistrim ndërkombëtar, jo, dhe regjistrimi ndërkombëtar duhet përcaktohen. Në regjistrimin ndërkombëtar përcaktohen shtetet të cilat ti do të aplikosh, do mund të ta regjistrosh markën, sepse regjistrimi ndërkombëtar nuk presupozohet që në 203 jurisdiksione sa ka bota, ti të kesh marka të ketë fituar mbrojtje a priori. Jo. Regjistrimi ndërkombëtar është një procedurë më vete që kalon ndërmjet Drejtorisë Përgjithshme Pronësisë Industriale, për bizneset shqiptare flasim, por duke përcaktuar shtetet në të cilat do kërkosh shtrirje dhe mbrojtje. Po. Irma, duke qenë se për sa i takon mbrojtjes dhe shtrirjes ndërkombëtare dhe shtetet që do specifikohen në mbrojtje, kam një pyetje. Nëse një markë kombëtare nuk e ka finalizuar procesin e mbrojtjes dhe certifikimin në DPPI për territorin e Republikës Shqipërisë, a mundet ky personi apo personi fizik apo juridik të kërkojë njëkohësisht mbrojtje dhe shtrirje ndërkombëtare pasi ka bërë aplikim këtu? Po, mund ta bëj. Që në momentin madje është në ligji ja mëson që datën e depozitimit, nëse ai aplikon me prioritet, që do të thotë që brenda 6 muajve nga momenti që është aplikuar në drejtori, mund të kërkojnë shtrirje në jurisdiksione të tjera, regjistrim ndërkombëtar në jurisdiksione të tjera, data e depozitimit, që është dhe data e vlefshmërisë së markës, e fiton që në momentin mbahet parasysh data në cilën ka aplikuar në Shqipëri. Mendoj çfarë mundësie ligjore të jep ligji. Nëse këtë e bën brenda 6 muajve nga momenti që është aplikuar në vendin bazë. Kështu që nuk duhet të presim regjistrimin e markës, që se mund të zgjat një periudhë 7-8 muaj, po mund të zgjatet më shumë.
Varet edhe nga ngarkesat e drejtorisë, por varet edhe se sa mund të kundastohet marka nga persona të tretë. Kështu që nuk duhet të presim të maturohet marka, të regjistrohet dhe pastaj të fillojnë të mendojnë për gjë paralelisht pasi bëjmë këtë. Pasi kemi bërë aplikimin në drejtorinë e përgjithshme të procesit. Irma, si eksperte e gjithë këtyre viteve në pronësi industriale, si e shikon tregun shqiptar? A është ndërgjegjësuar për rëndësinë e markës apo ka hikur dhe është zbehur pak ai koncepti, kam hapur një biznes dhe këto tjerat nuk ka rëndësi, regjistrimi, marka, mbrojtja. A janë ndërgjegjësuar shoqëritë tregtare? Për numrin e regjistrimeve, numrin e regjistrimeve dhe çfarë dominonin në regjistrimet kombëtare. Dhe para disa viteve, dominancën e kishin regjistrimet e kompanive të huaj që duan të regjistrojnë markën në Shqipëri. Kurse tani mund të flasim për një panoramë tjetër. Në fal punës mirë të drejtorisë përgjithshme të pronësisë industriale, në 4-5 vitet e fundit, sidomos në këto vitet e fundit, shikohet një boom regjistrimesh të biznesit shqiptar. Biznesi shqiptar që do të regjistrojë markën. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse që aty fillon të mendosh, të ndërgjegjësohesh për të mira që mund të ketë marka. Do fitosh benefite financiare nëse ti... Po, sepse është aset monetar, të prodhon marka, është aset monetar. Sepse një reputacion, një emër i mirë, një cilësi e mirë e markës, çfarë i jep konsumatorit jetë gjatësinë normalisht edhe benefitin. Rrit edhe shitjet. Sepse konsumatori, duke pasur parasysh eksperiencën e tij pozitive të mëparshme me produktet e markës saktuar, sigurisht që kërkon ta blejë për përsëri. Dhe kjo është aset monetar. Kështu që flasim për biznesin shqiptar, gjithmonë më shumë vjen të re që biznesi shqiptar është ndërgjegjësuar në lidhje me të mira dhe benefitet që jep marka. Po di të them edhe një gjë, në eksperiencën time aty e tham për këtë, për vitesh dhe të huajt, kompanitë e huaja, gjithmonë më shumë e shohin tregun shqiptar si potencial zhvillimi. Si potencial zhvillimi. Sidomos me boomin e turizmit, ka gjithmonë më shumë kompani të mirënjohura, brendet më dha, sidomos për veshjet, që gjithmonë më shumë kërkojnë që të mbrojnë të drejtat e tyre ndaj falsifikimit të veshjeve që u bëhet. Shumë mirë, do ta cekja këtë. Do ta bëj një pyetje të fundit për sa i takon kësaj. A ka rënë intensiteti i markave, imitimeve të markave që hyjnë nga jashtë nëpërmjet doganës shqiptare në tregun shqiptar? Duke qenë se ne si popull mentalitetin e kemi që të vishemi me marka siç ne i quajmë random. Nuk mund ta themi, fatkeqësisht nuk mund të them që shikon niveli i falsifikimit është ulur, sepse ne jemi dëshmitar kudo. Mjafton të shkosh ke tregjet e hapura dhe të shikosh një masivitet pafund i veshjeve të falsifikuara, falsifikimit të markës. Po di të them që një nga mundësitë është ligji, ashtu siç e tham, domethënë dhe pronarët e markave gjithmonë më shumë vjet re që po i bëjnë të kërkueshme drejtat e tyre. Që do të thotë, shkojnë bëjnë kërkesa pranë drejtorisë përgjithshme të doganave dhe i kërkojnë autoritetet doganore të kapin sasirat konsiderueshme, të verifikojnë importet e këtyre dhe kohët e fundit unë po trajtoj disa çështje që janë kapur në doganet Kapshicës mbi volume shumë të mëdha. Dogana gjithmonë më shumë, po ka volume të mëdha mallrash falsifikuara dhe kjo tregon që në një të ardhme të afërt numri i këtyre falsifikimeve do ulet. Gjithashtu dhe SHMT-ja. SHMT-ja është Inspektorati i Tregut Brendshëm që bën verifikimin e tregjeve në teren, po. Pasi mallrat kanë kaluar doganën dhe mund të them që dhe ata po bëjnë një punë të kënaqshme. Relativisht të kënaqshme, duke pasur parasysh edhe shumë problematika që kemi ne, mungesë logjistike, ndoshta stafi, po le të themi në fillimet, në eksperiencën time, që jam intensivisht me ta, mund të themi që niveli i luftës ndaj falsifikimit po rritet edhe ka një lloj performanca atyre gjithmonë dhe po... Duke qenë se gjithë këto aktorët janë bërë bashkë për ta zbehur dhe për ta ulur këtë nivelin e imitimeve të markave. Mendoj që mund të themi lehtësisht që jemi tek shkalla e ndërgjegjësimit masiv të popullit shqiptar për këtë aspekt dhe dua të bëjmë një thirrje të fundit për të gjithë, sidomos për shoqëritë tregtare, por edhe për individët që duan të regjistrojnë një markë, t'i qëndrojnë në këtij aspekti dhe ta finalizojnë atë si proces. Cila mendon që mund të jetë thirrja jote e fundit për sa i takon markave tregtare?
Për një audiencë që na dëgjon edhe që ka interes. Po, shumë e rëndësishme, marka ka efekt territorial dhe shumë e rëndësishme të regjistrohet marka. Pa një regjistrim, pa administruar mirë regjistrimin e markës, është e pamundur do të jetë e vështirë, jo e pamundur, po do të jetë shumë e vështirë mbrojtja e markës, është faza tjetër. Gjithashtu, dua të bëj gjithmonë e gjerasin ta them, falsifikimi që do thotë falsifikimi i produkteve të caktuara që do thotë përfshirë tregtimin, madje edhe konsumatori, pavarësisht se kjo mund të duket çik kështu, dënohet. Është vepër penale, ne konsumojmë vepër penale kur shkon dhe blem një t-shirt që është ne e dim që është i falsifikuar, po është vepër penale dhe duhet jemi të kujdesshëm. 149 A-ja e Kodit Penal parashikon vepër penale, falsifikimi, tregtimi, madje edhe blerja e një produkti. Kështu që duhet heqim dorë, duhet respektojmë të drejtën e tjetrit. Marka është një drejtë pronësie e tjetrit, prona e tjetrit. Duhet të respektojmë atë, të ndërtojmë individualitetin tonë, të ndërtojmë identitetin tonë, duke regjistruar, duke konceptuar një markë si fillim, duke përcaktuar edhe kriteret ligjore, se marka nuk ka vetëm aspektin kreativ, ka dhe aspektin ligjor, që ajo nuk duhet të përshkruajse kështu, duhet të ndërtojmë identitetin tonë, dhe këtë ndërtojmë ndërmjet një marke. Firma të falenderoj për pjesëmarrjen. Kënaqësi. Faleminderit gjithëve që na ndoqët dhe ju ftoj të na ndiqni në episodet e radhës të ProLiq, ku do të vazhdojnë të trajtohen tema si këto, si kjo e sotmja e markave tregtare, të cilat kanë interes për secilin prej jush.